SPAK ka kërkuar dënimin me 14 vite burg për biznesmenin Pëllum Gjoka dhe 9 vite burg për ish shefin e policisë Ardit Hasanbegaj, lidhur me dosjen Metamorfoza. Nga koriku i vitit 2023, Pëllum Gjoka ndodhet në paraburgim, i akuzuar për disa vepra të rënda penale. Gjoka akuzohet për vrasje me paramendim të Gjin Dojit në 9 gusht të vitit 2020 në qytetin e Shkodrës. SPAK e akuzon Gjokën edhe për sigurimin e kushteve për të vrarë Kleant Mesabelliun, Dorian Dulin dhe Ibrahim Licin në formën e grupit të strukturuar kriminal. Biznesmeni akuzohet edhe për korrupsion aktiv të gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë, si dhe mbajtja pa leje dhe përdorimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Ndërkohë, Ardit Hasanbegaj, i cili ka mbajtur postin e shefit të seksionit të krimeve në policinë e Shkodrës, dyshohet se i ka krijuar kushtet Behar Bajrit për atentatin ndaj Dorian Dulit dhe Ibrahim Licit.